بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالندرويم ذا الأدرويم الله نلرسور ashtu si që meriton ai Gjelle Gjelalu. Selamat i dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes shokëve dhe gjithë besimtarëve, cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë dersin e 6 me radhë nga veprat e zemrës, e që neve jemi fokusuar në dersit e kaluara tek gjërat të cilat e rregullojnë dhe të gjërat të cilat e prishin zemrën e besimtarit dhe gjurmët të cilat i lanë në zemër, e që sot me lejen e Zotit do flasmi si vazhdimsi e derseve të kaluara për të parë gjurmët të cilat i lanë veprat e zemrës në trupin tonë dhe se çka mund të fitojë robi me to. E thamë në dersin e kaluar që ajo që robi mund me fitu me punët e zemrës dhe veprat e zemrës është xheneti i Zotit xhalla shanu. Sepse besimi fillimisht është bindje me zemër, pastaj puna e zemrës bën që ta shqipton njeriu me gjuhë shahadetin, dhe pastaj puna e tij me zemër dhe shqiptimi me gjuhë e bën që të dalë në pah edhe vepra me gjymtyre, që është namazi, që është agjerimi, që janë veprat e mira të cilat neve i bëjmë gjatë jetës tonë. Prandaj imani është në to 3 komponenta sillet dashur vëllezër: besim me zemër, bindje me zemër, shqiptim me gjuhë dhe praktik me vepra, Për arsye se po mos tjetë zemra ajo e cila ka bindje thellë, nuk ngritet njeriu në mëngjes me fal sabah. As nuk ngritet me orë me fal xhuman. As nuk ka gjëra Ramazan, por bindja thellë në zemër, imani i fortë që ka në zemër e bën që me fal namazin, me agjëru Ramazanin, për arsye se e din që ka me dalë nesra para Zotit xhalla shanuhu në ditën e gjykimit dhe ka me dhënë llogari. Gjithashtu dashur vëllezër, punët e zemrës ose veprat e zemrës janë shkak që robi me arrit gradë të larta në xhenet. Gradë të larta në xhenetin e Zotit xhalla shanuhu. Nuk është vetëm me fitu xhenetin, po edhe gradë të larta në xhenetin e Zotit, për arsye se bën që vepra e zemrës, imani të jetë i fortë në këtë dynjë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, thotë Allahu subhanahu wa taala i nderon disa robër në ditën e gjykimit, disa robër të tij. Inna Allaha julasa yawm al-qiyamah an yamini al-arsh. Allahu subhanahu wa taala thotë kam i ul në anën e djathtë të arshit disa prej njerëzve të kësaj dynjaje, disa prej besimtarve të kësaj dynjaje, ala manabir min nur, prej mimbereve të dritës, mimber i thojnë hydbës, i thojnë kësajna, kursijës, kam i ul disa njerëz në mimbere të dritës, wujuhuhum min nur, tyra thot bën dritë, lejsu bil anbiya, wala shuhada, wala siddiqin, të cilët as nuk janë pejgamber, as nuk janë njerëz dëshmor, shahid, po as nuk janë të zgjedhur të Zotit xhalla shanu. Janë njerëz të thjeshtë. Qila ya Rasulullah man hum? Ju shton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allah. Kush janë këta? Kush janë këta njerëz që as ku kanë pejgamber, as ku kanë dëshmor, shahid, as ku kanë prej të përzgjedhurve të Zotit xhalla shanu? Çfarë cilësi kanë? Thëmë hum el mutahabuna bi xhelalillahi taala. Këta janë ata njerëz që e dojnë njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa jalla. Këta janë ata njerëz të cilët e dojnë njëri tjetrin për hir të Zotit dhe jo për interesat e kësaj dynjaje. E dojnë për hir të Allahut dikën, edhe urrejnë për hir të Allahut dikën. E dashuria për hir të Allahut nuk mund të më arrit thjesht, jo arrit me zemër. Kjo arrihet me veprat e zemrës. Ne nuk mund me qatë gjokë se na skujtë edhe me shiku se sa e dënë dikush dikend për hir të Zotit. Po çka? Kjo tek Allahu xhalla shanuhu vrehet, tek Allahu subhanahu wa taala shkruhet.
se filani biri filanit e dën diken për hir të Zotit xhallashanu, s'ka fare interesi vetëm se për hir të Allahut. Për këtë edhe arrin gradat larta të xheneti i Zotit subhanahu wa taala. Për këtë arsye Ebu Derdaja radhiyallahu anhu transmeton një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "Ma shay'un athqalu fi mizani al-mu'min yawm al-qiyamati min khuluqin hasan." Nuk ka diçka që e rëndon peshën e veprave të mira tek Zoti ditën e gjykimit sesa sjellja e mirë, sjellja e mirë, morali i mirë, etika e mirë, ka akhlaq, ka sjellje të mira. E kjo nuk arrihet vetëm se nëpërmjet zemrës. Sjellja e mirë nuk arrihet vetëm se nëpërmjet zemrës. Ai njeri që është i mirë, pas pari duhet të pas zemrën e mirë, por më u shfaq jashtë të mirat e tij. Sjellja e keqe e dikujt tregon brendësinë e tij. Morali i mirë, sjellja e dëmshme ndaj robit, ndaj besimtarit, tregon për zemrën e tij që ka probleme serioze. E sjellja e mirë është diçka që te Zoti xhallahu ala sjell sevape të mëdha. Për këtë edhe ka grada të larta të xhenetit. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsinukum akhlaqa. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Më i dashuri për juve tek unë, edhe më afërt me mua në ditën e gjykimit është ai i cili i ka sjelljet më të mira, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Më afërt me mua ditën e gjykimit, edhe më i dashuri tek unë është ai i cili sillet mira, ai i cili ka moral të mirë, ka etik të mirë, ka sjellje të mira. Për arsye se kjo buron nga imani që e kem në zemrë të dashur vëllezër besimtar. Gjithashtu duhet ta kuptojmë që punët e zemrës apo veprat e zemrës që ne jemi të shpjegoj, janë shumë më të rënda se sa veprat e gjymtyrëve. Shumë më të rënda. Nuk është kollaj kjo punë, për këtë shpërbimi është i madh. Çdo punë kur ta vrejsh edhe ta shikosh në Islam, çdo punë që ka shpërblimet e mëdha, mos mendo që është e lehtë me u vepru. Agjerimi ka sevap pa llogari. Nuk është e lehtë me u vepru agjerimi ashtu siç duhet. Veç ai që është besimtar i vërtet e din hakikat vlerën e agjerimit. Sabri, durimi, ka shpërblim pa llogari. Nuk është kollaj me bë sabër. Me ja fal dikujt një gabim që e ka bën ndaj teje, një mosmarrveshje, një diçka që ka hyrë në hak, të ka bën zullum pa drejtësi, me ja fal për hir të Zotit. Ka shpërblim pa llogari, nuk është e lehtë me e fal. Nuk është e lehtë. Për këtë arsye, punët e zemrës, veprat e zemrës janë më të rënda se sa veprat e gjymtyrëve. Për arsye se don sabër, don durim, don iman, don besim në Zotin Jalla shanuhu. Për këtë thot një prej ulemave të Islamit në Sulejman ad-Darrani, afdalul a'mal khilafu al-hawa an-nafs. Puna më e mirë është me nal nefsin nga gjërat që ty të ngrehin me i vepru. Sikur që është mos durimi, mos sabri, sikur që është domethënë mos falja ndaj të tjerëve, me i prish punët e zemrës, do të më nal njeriu veten e tij për arsye se shpërblimi tek Allahu xhalla shanu është shumë më i madh se sa i veprave të tjera. Dashur vëllezër, veprat e zemrës kanë shpërblime të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. A'mal al-qulub a'zamu ajran mathubatan min a'mal al-jawarih. Punët e zemrës dhe veprat e zemrës kanë shpërblim më të madh tek Allahu se sa veprat e gjymtyrëve në shumë raste. Për arsye se thot Ebu Derdaja radhiyallahu ta'ala anhu, at-tafakkur sa'atan khayrun min qiyam al-layl. Ebu Derdaja sahabe, shok i pejgamberit. Thot me meditu një orë, me meditu për krijesat e Zotit xhalla shanu, për jetën që ta ka dhënë, për mirësitë që t'i ka dhënë, për imanin që ta ka dhënë, për islamin që ta ka dhënë, ta ka mundsu me jetu, të ka bën njëri. Me meditue që ke me dal para ti, me dhënë llogari, një orë thot me meditu është më hajër se sa me fal namaz vullnetar të natën. Vullnetar, është namaz farz, farzi dyshohet te muslimani. Nuk vjen pyetje hiç. Mi fal 5 kohë namazit, hiç nuk diskutohet kjo te muslimani. As rën ditës vjen kur hiç. Dashur me shpëtu nga zjarri i xhenem. Po vullnetare,
Me meditu një orë, është më khajr, e të Dardaja thot, se sa më falë të natë namaz vullnetare. Për arsye dashur vëllezër, sepse zemra është ajo që është motor. Ka dallime të mëdha. Me sa i cili falet dhe hiç se din çka është të bë, hiç se din çka është të vepru, edhe ai i cili nalet edhe mediton krijesat e Zotit, e mediton krijimin e Zotit xhalleshanu ndaj kësaj dynjaje. Ka dallim të madh. Për këtë arsye sevapi është i madh. Edhe me zemër, sevapi është i madh. ما كان أفضل عمل أبي درداء قالت التفكر والاعتبار قيل لأم الدرداء واشتبيت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت شفار بون كابو أبو درداء vullnetare شفار بون كابو بون vullnetare أبو درداء jashtë farzeve jashtë peskove namazit jashtë agjerimit farz jashtë zeqatit jashtë haxhit çfarë punë vullnetare ka bëu Abu Dardaja thot التفكر والاعتبار ka thonë ka meditu shumë edhe ka marrë mësime. Ka meditu shumë edhe ka marrë mësime. Sa ne i meditojmë krijesat e Zotit? Sa ne nalmi dhe meditojmë që këtë diell që i del çdo ditë? Edhe hiç besja hush me sekond. Del mëngjes, filan ora, perëndon filan ora. A nuk ka mrekulli e Zotit? Po me ka dorën e njeriu të ke punë. Ai 10:30 ta kish qit diellin vllai. Kur ti shupi gjumit, në 12 dikunja hiç s'ja kish lanë me dalë. Terja kish lanë të në kohën. Asë është më unal edhe me meditu që është krijimtaria Allah të zogjën. Kullum fi felekin jesbehun, thot Allah zogjën, për krijesat e ti, për planetet. Kullum fi felekin jesbehun, se cili në tënë në orbitën që ja ka kriju Zotit, nuk del as 1 milimetër dhe jashtë sa, jetë. Kur vjen kohë kiametit shkatërrohet dhe gjithë. As 1 milimetër. Del në atë kohë të caktuar, perëndon në kohë të caktuar, del hana në kohë të caktuar, perëndon yjet e kështu me radhë. Vjen dimri në kohë të caktuar, vjen pranvera në kohë të caktuar. Vjen vera, para mendon e tash me qenë me kohë të caktuar, dimri -20 edhe të nesrit më +30. A kish mujt trupi njeriu me përballu? Me ndrustina kaq dramatike, domethënë temperatura, prej -20 me dal +35. A mund të qëndron trupi njeriu? S'mund me i qëndru. Me nal me meditu këtë sen. E falenderon Allahun azza wa jall. Që më ka dhënë jetë. Me e falendëru Zotin, me e meditu. Sepse po thot, me e meditu një orë është më mirë se me fal namaz natën nafile, të natë për arsye se do shta ti falesh vullnetarisht, po se din çka e të fal. A kur i mediton krijesat e Zotit, shtohet imani, veprat e zemrës shtohen dashur vëllezër. Veprat e zemrës i rritin punët e gjymtyrëve, i rritin, i zmadhojnë. I zmadhojnë, i bojnë të mëdhaja. Thot Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ruba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya. Sa punët e vogla thot i ka rrit, i ka bë të mëdhaja njeti, qëllimi. Ruba amalin kebirin tusaghiruhu an-niyya. Sa punët e mëdhaja thot në sytë e njerëzve i ka zvoglu njeti. Ka prish njeti. Dikush bën punë të vogla, po njetin e ka të madh, qëllimi i tij është i madh, e rrit tek Allah azza wa jall bëhet kodër. Dikush bën punë të mëdha në sytë e njerëzve, po njetin se ka bash çush duhet, zvoglohet tek Allah azza wa jall. Për këtë arsye dashur vëllezër, ka dallim mes atij që falet edhe e din që u lidh në namaz, e din që ka dalë para Allahut azza wa jall, ka dalë para krijuesit të gjithësisë. Allahu ja ka mundsuar me dalë para tij. Edhe kur bjen sejdë, e din kujt i ka rënë sejdë. E din kujt i ka rënë sejdë. Edhe ai i cili falet në gjithë me te, dy vetë kanë dallim madh, sepse njëti e rrit namazin e tij e bën madh, e ai tjetri njëti e zvogëlon namazin e tij. Kur dikush lidhet namazin dhe ka harru dynjan këtë, u lidh me krijuesin e tij, edhe ai që në gjithë me te, u lidh në namaz, ama sa biznesin e bën namaz ai ti çuditësh. Me bën me anis, me shkruan fletore, ka një herë ne çka menojmë gjatë namazit, 10 faqe nuk na mujna me shkruar. Gjatë shumë menojnë gjatë namazit. Ka dallim mes tij edhe atij. Shumë ka dallim mes tij, i cili kur të lidhet në namazin e tij, nuk dëgjon më për këtë dynjë, edhe ai i cili kur të lidhemi në namaz, harrojnë akret. Harrojnë akret ku jena namaz,
zgjedhemi probleme, na shejtani na I kujton gjërat që I kena humb, bizneset, punët, bile kanë edhe punë të mira të kujton. Kanë herë ti zgjedh do punë që ti s'mundesh mi zgjedh. Pse? Se qëllimi I tij është ty me të largu prej namazit. Këtë kjo është me zemër, dashur vëllezër, punë e zemrës. Vepër e zemrës që e zmadhon punën, njeti, qëllimi dhe e zvoglon punën, njeti dhe qëllimi. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Innamal a'malu binniyat." Veprat shpërblehen në bazë të qëllimit, në bazë të qëllimit. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Edhe robi shpërblehet bazë të asaj që ka pas qëllim dhe niyet, bazë të asaj që ka pas qëllim dhe niyet, dhe jo në bazë të asaj të jashtmes që ne e shohim. Sepse Zoti I din brendësinë tonë dhe I din çka përshpëritmi, çka bojna niyet, çka kemi qëllim e kështu me radhë. Të dashur vëllezër, punët ose veprat e zemrës ajmala atharan min a'mal al-jawarih. Janë më të bukura dhe gjurmët e saj janë më të bukura se sa gjurmët që lanë veprat e gjymtyrëve. Se sa gjurmët që lanë veprat e gjymtyrëve. Thojnë disa parë tonë të mençur, thot mesakin ehl dunya. Thot a e dini kush janë fukarat e dynjas? A e dini kush janë miskin? Miskin është halama më fukara se fukaraja. Sepse në Islam ka dallim mes miskinit dhe fakir. Fukara është ai I cili është njëri I cili ndoshta ka gjatë tërë ditës ka çka me ngrënë edhe me pi për një ditë. A miskini nuk ka. Miskini alamash, ndoshta ka thellë me ngrënë, po mbrëmje s'ka çka me ngrënë. E ulema sa më thonë, a e dini kush është miskini I dynjas? Fukaraja ma I ult I dynjas, thot kharaju min ad-dunya wa ma dhaqu atyab ma fiha. Me na vetë neve na thojnë çaj që s'ka mall, s'ka kur gjë, s'ka, ja, s'është ashtu. Thojnë alladhina kharaju min ad-dunya wa ma dhaqu ma atyab ma fiha. Do të kanë dalë prej dynjas edhe se kanë shiju më të ëmblën që gjendet në të. Çta janë fukarat më të mëdhenj të dynjas? Kanë dalë prej dynjas, kanë shku, kanë vdek, kanë shku te Allahu Azza wa Jall dhe se kanë shiju atë që është më e ëmbla në dynja. Edhe ju kanë thonë qalu wa ma atyabu ma fiha. Do të thotë gjëja më e ëmbël në dynja. Që me shiju njeriu, që mund me shiju edhe fukaraja, edhe pasoniku, sepse nuk është veç ëmbëlsira, edhe ushqimi, ka thonë mahabbatullahi wal unsu bih, wash-shawqu ila liqa'i wa iqbalu ilayhi wal i'radu amma siwa. Ka thonë gjëja më e ëmbël në dynja që është njeriu është mahabbatullah, dashuria për Allahun Azza wa Jall. Dashuria për krijuesin e gjithësisë, Allahun Jalla shanuhu wa taqaddasat asma'uhu, wal unsu bih, edhe afrimi tek Allahu I lartësuar, me ibadete, me adhurime, me përmendjen e Zotit, robi afrohet te Zoti, e ndjen ëmbëlsinë e imanit që ka në zemër. Kjo është diçka që nuk paguhet me parë, nuk blehet. Kjo është ajo shija që nuk paguhet me parë. Ëmbëlsia e dynjas është me njoft Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë, krijuesin e kësaj dynjaje, afrimi tek Zoti me vepra të mira, wash-shawqu ila liqa'i, edhe mallëngjimi për takimin me Zotin. Dikon e merr mallin me taku me Zotin e tij. Për I besimtarëve, dikon e merr mallin me taku me Zotin e tij. Kjo është ëmbëlsia e asaj që është në dynjë. Kjo është ëmbëlsia që wa qbal ila alayh, edhe drejtimi tek Zoti me të gjitha ato që I ka bë obligim dhe veprat e mira, wal i'rad amma siwa, dhe ja ka kthy shpinën gjithë asaj që s'ka të bëjë me Zotin xhalla shan. Kjo është ëmbëlsia e asaj që gjendet në dynjë. E këta ulemat e Islamit kanë thënë, fakir, miskin është ai I cili ka dalë prej dynjas edhe se ka shiju këtë çështje. E kjo arrihet me zemër. Kjo arrihet me zemër, nuk arrihet me diçka tjetër. Sepse tham komponenta e imanit është bindja e thellë me zemër, shqiptimi me gjuhë I shahadetit dhe praktika me gjymtyrë e veprave të mira, sikurse që është namazi, sikur që është, domethënë, zeqati, sikurse që është haxhi, agjërimi e kështu me radhë. Thot se Abdullah ibn Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala, në për ulemave të Islamit, thot law alima al-muluk wa abna al-muluk ma nahnu fihi min as-sururi wan-na'imi lajaladuna alayhi bis-suyuf. Me ditë thot mbretërit dhe bitë mbretërve,
si çfarë knatësie kem ne në zemër, për imanit, për besimit, për dashurisë ndaj Zotit xhalla shanuhu, la jaladuna bisuyuf, kishim më rreftu me shpata me na i marr, po s'mon. Sepse liria është liria e zemrës. Liria kryesore është liria e zemrës. Adhurimi kryesor është adhurimi i zemrës. Dhe pastaj del në gjymtyr. Mos adhurimi i zemrës dhe dalja në gjymtyr pa adhurimin e zemrës, çka konsiderohet në Islam? Konsiderohet dyftërsi. Munafiqllok. Sepse çka është munafiqllok o dyftërsia? Dyftërsia është me shfaqë Islamin dhe me shfsheh mosbesimin në zemër. Këta kanë dënimin më të rëndë të Zotit xhalla uala, për arsye se i mashtrojnë besimtarët pa Allahun, nuk e mashtrojnë. E besimtari vërtet është ai i cili bindjen e thellë ka në zemër, shqitimin e ka në gjuhë dhe pastaj dashur vëllezër e qesin në praktikë ato që e kanë pas bindje. Dashur vëllezër, nganjëherë veprat e zemrës e zëvendësojnë veprat e gjymtyrëve, i zëvendësojnë. Vetëm me bindje me zemër, nganjëherë Allah azza wa jall ta shkruan sevap sikur se marrat me vepru me gjymtyrë. Ku i kem argumentin? Argument është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur ka thirr me shku në luftën e Tebukut, i ka thirr shokët e vet me shkuë në luftën e Tebukut, e cila ka qenë shumë larg, ka dashur të bëj përgatitje, ushqim, veshmbathje, edhe gjëra tjera, logjistikën e fortë. Kanë shku disa prej shokëve të Resulullah dhe ka thonë, oj dërgumi i Allahut, ne nuk kemi me veti kur gjahit. Ndaç me na marr në luftë po vim, po s'kem kur gjahit përgatitje. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka mundësi me ju marr, ka thonë, po kthehuni në rrinin e shtëpiat e juve. Keni arsye. Jëm kthy, po me zemër të thyer. Kanë qajt nga ajo që s'po muj me marr pjesë në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbret shpallja. Thot ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhum al-marad. Nuk ka, ju thot shokëve vetë gjatë rrugës, nuk ka thot lugin që keni kalu ju. Edhe nuk ka kodër që keni hyp në të, edhe që keni lëviz, që keni marrë sevape, vetë se ata vllaznit e tonë Medine me neve zbashku janë në sevap. Njëjtë. Habasuhum al-marad. I kanë dalë, thot, arsyeja, i kanë dalë smundje, i kanë dalë arsyeja, mos pas e mundësi. Prandaj, nganjëherë veprat e zemrës të dashur vëllezër, të bëjnë që ty të shkruhet sevap sikur se me pashku te Zoti xhallahu ala me pa vepru vepra të mira. Vetëm me niyet, me qëllim. Thumë me vetë me veti, me pas mundësi, unë si filani, kisha me vë këtë punë. Zemër ti e diskuton. Allahu azza wa jall ta shkruan sevap sikur se me vepru. Se s'ki mundësi. Mi po, thu vetë me veti, të kisha mundësi, kisha me ndihmu. Kisha mundësi, kisha me bë këtë vepër. Kisha mundësi, kisha me bë kaq recate namaz. Kisha mundësi, kisha me bë kaq hatme e kështu me radhë. Pra nganjëherë dashur vëllezër, Allahu azza wa jall i shkruan veprat sikur se me i vepruna, edhe pse nganjëherë nuk mujna me i vepru. Prandaj dashur vëllezër, njerëzit sa i përket veprave të zemrës ndahen në tri lloje. Dhalimun li nafsi, ai i cili hyn në hak vetes së tij, është ai i cili ka lënë obligimet e Zotit dhe i ka bë haramat që Zoti i ka ndalu, është njëri që i bën padrejtësi vetes. Edhe i dyti është al-muqtasid, njerëz e mesëm dhe të drejtë, ku Allah azza wa jalla na tregon se këta njerëz i kryjnë obligimet e Zotit dhe ruhen nga haramat atë sa kanë mundësi. Edhe kategoria e tretë që është më e lartë, sabiqun bil khairat, janë njerëzit që garojnë në vepra të mira, huwa man taraka al-muharram wa makruh, ai i cili ka lënë gjitha ato që i ka ndaluar Zoti, edhe gjërat e papëlqyeshme, i ka kryer të gjitha obligimet, edhe gjitha ato që janë të pëlqyeshme. Ndaj dashur vëllezër, lutem Zotin xhallahu ala që na i mundson të kemi zemra të pastër, kemi bindje të thellë në Allahun azza wa jall, pastaj ta shqiptojmë me gjuhë, pastaj ta çesim në praktikë, sepse vetëm në këtë formë Allahu azza wa jall i shpërblen robërit e tij dhe bën dobi të Zotit zemra e pastër, duke lutur Allahun azza wa jall na bashkon në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.